është kënaqësi të mblidhemi sot për të publikuar kërkesën për propozime për ankandjen e parë të erës në Republikën e Kosovës. Ky ankand do të thotë më shumë prodhim vendor, më pak varësi nga importi dhe çmimi i energjisë më i përballueshëm që rrjedh nga konkurenca e drejtë në mes të kompanive që tashmë janë kualifikuar. Ky projekt sigurisht nuk qëndron i vetëm, strategjia jonë për sektorin e energjisë nuk është vetëm të flasim për tranzicionin energjetik, por edhe të bëjmë paralelisht në 3 drejtime. Të forcojmë kapacitetet ekzistuese, të ndërtojmë kapacitetet të reja të pastra dhe të modernizojmë rrjetin që t'i përballojë ato. Këtë po e bëjmë çdo ditë në terren. Vetëm këtë vit, modernizimi i njësisë B2 në bllokun Kosova, në termocentralin Kosova B, ka sjell 35 MW më shumë prodhim, me 12% më pak ndotje për megawatt orë të prodhuar dhe gjithashtu është rritur jetëgjatësia e kësaj njësie për 20 vitet e ardhshme. Investimet të ngjashme janë nisur edhe në njësi të tjera të Kekut me vlerë investime prej gjysmë miliard euro në total. Por të ardhmen nuk e ndërtojmë vetëm duke riparuar të vjetrën, e ndërtojmë duke sjellë investime të reja, të menduara mirë dhe të qëndrueshme. Këtë po e bëjmë përmes projekteve konkurruese për kapacitetet të reja të burimeve të ripërtreshme, që i kemi filluar me ankandjen e parë solar të shpallur para 2 vitesh, ku kemi vendosur një standard të lartë të procesit konkurrues dhe transparent, të cilin po e vazhdojmë edhe me këtë projekt. Sot me publikimin e kërkesës për propozime, e çojmë përpara dhe ankandjen e parë të erës, një proces konkurrues për kapacitet të synuar deri në 100 MW, me skemë mbështetëse 15 vjeçare. Çfarë e bën këtë projekt të rëndësishëm për Kosovën, ose më mirë të them veçanërisht të rëndësishëm? E para është se burimet e erës na ndihmojnë pikërisht aty ku kemi nevojë më shumë, në orët e mbrëmjes dhe në muajt e ftohtë, veçanërisht kur kërkesa për energji rritet, pra profili i prodhimit nga era përputhet mirë me profilin ton të konsumit si vend, prandaj kjo nuk është vetëm energji e pastër, por dhe energji shumë e dobishme për sigurinë tonë energjetike dhe pavarësinë tonë energjetike. Së dyti, Kosova ka një potencial real në këtë fushë, rreth 17% e territorit të vendit ka era të qëndrueshme mbi 6 metër për sekond, dhe në zonat malore shpejtësia shkon deri në 8 metër për sekond, që janë kushte optimale për zhvillim të kapaciteteve të erës mbi mesataren e vendeve evropiane. Së treti, kjo garë është dizajnuar në mënyrë të tillë që të sjellë çmimin më të ulët të mundshëm për qytetarët, duke plotësuar standardet plotësisht teknike dhe mjedisore. Deri më tash, ofertat cilat kanë kaluar filtrat e përputhshmërisë ligjore, teknike dhe mjedisore janë para kualifikuar tashmë. Këto janë 3 kompani, Aqua Energy nga Franca, Gyrosh nga Turqia dhe konsorciumi Notos Tubla Energy nga Gjermania dhe Kosova. Në fund të kësaj gare, do të fitoj ajo kompani apo konsorcium që ofron çmimin më të ulët për megavator të prodhuar, por duke qenë gjithmonë nën çmimin tavan prej 80.2 euro për megavator të përcaktuar nga regulatori. Derisa e zhvillojmë këtë projekt, sigurisht që ne jemi të vetëdijshëm dhe kemi planifikuar në mënyrë të tillë që edhe fleksibiliteti i rrjetit të rritet për të përballuar burimet e reja të ripërtreshme të energjisë. Jam shumë e lumtur që përderisa për një periudhë rreth 8 mujore ka pasur paqartësi nëse projekti i baterive me MCC-n do të vazhdoj. Qeveria, administrata e presidentit Trump ka vendosur ta miratojë këtë projekt me Kosovën, dhe Kosova është një ndër pak më shumë se sa 10 shtetet nga të gjitha ato shtete që kanë pasur programe ku është vazhduar projekti dhe ato pa ndryshime thelbësore, dhe jemi jashtëzakonisht lumtur që edhe me këtë projekt do të vazhdojmë në mënyrë që edhe kapaciteti i rrjetit, edhe nga ana teknike, mirë po edhe nga ana financiare për optimizimin e kapaciteteve që i kemi, do t'i kemi edhe bateritë sipas planit. Për zhvillimin e këtij projekti që për kërkesat për cilin po i lancojmë sot, kemi pasur përkrahjen e palëkundur të shumë institucioneve. Së pari duhet të falenderoj ekipin e Ministrisë dhe veçanërisht njësinë zbatuese, që me përkrahjen e IFC-s dhe qeverisë gjermane kanë bërë një punë të shkëlqyeshme deri tani. Mirë po gjithashtu edhe institucionet të tjera që kanë luajtur rol kyç si zyra e regulatorit për energji, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike KOST,
si dhe ambasadën e Luksemburgut që tash po përkrah njësinë tonë për implementimin e projekteve përmes ekspertizës. Në fund nuk dua të harroj që të përmend edhe USAID-in dhe ekipin e projektit ESA, I cili na ka përkrahur në fazat fillestare të këtij projekti, edhe pse projekti nuk ekziston më. Ne çmuajmë ndihmën e ekipit dhe qeverisë amerikane që është dhënë në fazat fillestare në përgatitjen e këtij projekti. Të dashur qytetar, ne kemi ende shumë punë përpara në sektorin e energjisë. Për këtë tashmë kemi vënë themelet e forta dhe kemi filluar projekte kyçe, e po vazhdojmë projekte kyçe, e brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe lajme të tjera për projekte të reja dhe me këtë rast po e përmbyll duke ju uruar sukses të gjitha kompanive dhe konsorciumeve që janë në garë. Shumë sukses dhe punë të mbarë ekipeve. For me as well, it's a real pleasure to be here today as we mark this important milestone for Kosovo's energy transition. With the launch of the second stage of Kosovo's first wind power auction, the country is taking a decisive step towards a cleaner and more sustainable energy system. The auction aims to deliver up to 100 megawatts of new wind capacity, a scale that will meaningfully change Kosovo's energy mix and reduce dependence on fossil fuels. Equally important is how this capacity is being produced and procured. By choosing a competitive auction model, Kosovo is sending a clear message. The energy transition will be delivered in partnership with the private sector through transparent and market-based mechanisms. This is, if you ask me, exactly the right approach to attract investment, ensure efficiency, and build long-term confidence. These efforts are embedded in a clear strategic direction. Kosovo's energy strategy sets ambitious targets for increasing the share of renewables by 2031, and wind and solar power will play a central role in achieving these targets. The wind auction, launched today, together with the planned second tender, will make a substantial contribution to these goals and help mobilize significant private investment in the country. And this builds on positive experience. Kosovo's first solar auction last year demonstrated that competitive processes can deliver strong results. I now look forward to seeing both solar panels and wind turbines move from planning to construction. Also, I have to admit, because I'm truly fascinated by this modern technology and I love to see it in action. Renewable energy is not only the cleaner option for Kosovo, it is increasingly also the smarter economic choice. Even without factoring in environmental and health costs, renewables can compete with conventional generation. And once those costs are accounted for, as they must be on Kosovo's path towards the European Union, the case for renewables becomes clear and inevitable. Looking ahead, long-term policy clarity remains essential. Instruments such as the National Energy and Climate Plan and the Decarbonization Strategy are key to providing predictability for investors and institutions alike. And with the elections approaching in less than 2 weeks, let me underline one point very clearly. Germany expects Kosovo's commitment to the green energy transition to remain strong and consistent, regardless of political cycles and what party will form coalitions and lead the government. Germany is proud to support Kosovo on this path. Through our regional climate partnership with the Western Balkans and our bilateral development cooperation, we are backing renewable energy, grid modernization, energy efficiency, and policy reform. I'm particularly pleased that Germany has also supported this wind auction directly by contributing $800,000 to IFC for the technical design and structuring of the process. Let me conclude
by wishing you all every success with this auction, and let me reassure you that Germany remains a reliable and long-term partner for Kosovo's energy transition. Thank you. Është sigurisht një nder I madh për mua dhe është një rast I veçantë që të jem prezant këtu dhe të marrim pjesë bashkë me ju të shënojmë këtë hap. Një moment të cilën besoj që gjithë ne që jemi të qenë të përfshim në proces në mënyrë ose tjetër e kemi prit me padurim, do të kemi përshkruar që bëhet edhe më herët, mirë po duke ditë të gjitha rrethonat që kanë ndodhur edhe duke krahasuar me vendet e regionit të përvojën e IFC-s që ka globalisht, është ndër të projektet që ka zhvilluar më shpejt edhe më së miri. Kështu që për ato besoj që jam shumë krenar dhe gjithë ne edhe si IFC, edhe si ministri edhe gjithë partnerët tjerë që kanë bashkëpunuar me neve duhet të qenë shumë kënaqur me këtë. Për rreth 1.5 një vit të gjysmë IFC ka qenë bashkëpunëtore e ngushtë edhe partnere strategjike e Ministrisë së Ekonomisë si këshilltar I transaksionit dhe me përvojën tonë që kemi globale me ekspertë tonë vendor edhe ndërkombëtar kemi mundu të bashkëpunojmë ngushtë me ministrinë dhe kemi arritur në këtë proces në këtë hap që jemi sot. Dhe po besoj që është një diçka e veçantë që nuk ka ndodhur përpara, është hera e parë që kemi një ankant me erë, një projekt relativisht kompleks. Mirë po që është bën shumë në botë, se kemi bën shumë në botë si IFC dhe pse mos me bëhet edhe në Kosovë. Kështu që jemi shumë krenar për këtë. Projekti, siç e dini, është deri në 150 MW, që është faza e parë. Kemi 3 konkurrues të cilët do të ofertojnë dhe jemi shumë të kënaqur që kemi pas me shpallën e parë kemi pas 3 konkurrues që kanë kualifikuar, të gjithë me përvojë të shkëlqyeshme dhe besoj që kanë pas edhe oferta shkëlqyeshme. E kam përmendur në shumë konferenca, shumë takime me institucione të ndryshme ndërkombëtare, në panele, s'është më rëndësi çka. Ky projekt është për vendin është ndër projektet më të mëdha infrastrukture në Kosovë.